që ta bërë, Magda, një sekund, ato që ta bërë zoti jam dakord. Çfarë nuk bëjmë ndaj tyre, i helmojmë për këto pse. O Magda, një sekund. Sa kafshë të helmuara. Para njerëz, shiko, më fal, një moment, të lutem, një moment. Traumatizojmë ne dhe ata pastaj normal që do na sulmojnë. Kanë kujtesë të keqe ndaj njerëzve. Edhe tani një moment mos e morë vrull, të themi edhe ne diçka, një moment. E para një, të lutem, një moment. Po aty është e tëra te njerëzit. Domethënë, shiko, kjo puna pse s'flet për këtë nuk më pëlqen fare. Atëherë, unë personalisht nuk jam. Po më lëre ka mendimin e saj ajo, lëre. Po jo pra dakord. Jo, sepse në momentin kur flasim vetëm për interesat tona. Pra në momentin kur drejtohemi dikujt që ti nuk flet për këtë, do të thotë që automatikisht më ekskludon nga biseda sepse bën një bisedë në interesin tim. A duhen edhe njëherë, a duhen helmuar qend? Absolutisht jo. Të lutem një moment. A duhet të dalësh ti në 12 të natës me hume vete dhe shkop me vete se të turën 100 qend? Absolutisht jo. Atëherë hajde se ha bisedë ky muhabet. Nuk duhet të keq trajtojmë qend. Patjetër që po. Po duhet të keq trajtojmë këta të smurët mendor apo t'i lëm këta njerëz. Pra jo në të dyja rastet. Këtu po bisedojmë një rast. Pra në momentin që kemi një kafsh e cila del nga kontrolli i logjikës, i dëshirës, i mendimit, i arsyetimit të saj, i të qenurit, doli, hëngri fëmin. Kush e ka këtë qenë, e ka një zotri. Sa i qete e the hëngri fëmin. Po të shi hëngri, po? Tok fjallë që është i lahtar shumë. Po hëngri? Po se të shi muhabeti... Atere të lutem, ka mu dy gjëra. Një, po si kur të hante një burr. Po atë keqen këtu më fëmi, po të më hante mua, vlla, edhe mua më dhimbset vetja. E di juve si u dhimbse mun, po kam një grua, kam një nën, kam një fëmijë, pas e u dhimbse atyre. Ti nuk bën dot as tetanozin. Unë sapo ja u thash. Një sekond, thuaj çik pse se bën tetanozin. Se bën tetanozin se nuk ka tetanoz. Nuk gjen tetanoz. Nuk ka tetanoz, e keni bër poz, nuk ka tetanoz. Qa më flasin mua këta bër. Një, shoqatat e kafshve, ata që duan kafshve. Pse s'flisni sot që ka kaluar një kohë nga qëni? Sot, të tund një dheun, ti thua pse s'bërtet. Po s'bërtit e se këthe njeri kokën. Si, pse s'bërtet sot? Sot qa u bëm e qënin? Sot është harruar. Është harruar, pikërisht kjo. Baroj muhabetin. E dyta. Baroj muhabetin. Dëgjoj e dyta. Përse ka një industri të tërë që i rrit artificialisht ta qenë? Tani më vjen keq, se duhet pare edhe kjo, që tani pse duhet kemi këta qënë mes nesh që janë si bomba shpërthyse? Janë bomba shpërthyse. E thonë të ata që marrin vesh na që nuk e them unë. Dhe thuaj që ke gabim. E ka fajn TikTok-u, do thotë. Po pra, se e thonë, dhe sigur e kam fajn unë. E fundit më shpjegoni këtë gjë, se ka cana këta animalistët që thonë këshu. E ngriqëni atës e dalloj që ishte njeri keq.